Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Onande Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtëpi ditës dhe ju. Deri në orën 9 do të qëndrojmë së bashku me programin e mëngjesit. Jemi ditë mërkur, do ta shënon 21 janar për vitin 2026. Do të jemi me rubrikat e përditshme të larmishme, patjetër titujt kryesorë të gazetave, çfarë shkruhet në mediat online për të marrë zhvillimet kryesore. Do të diskutojmë së bashku për temën e ditës. Sot shënojnë eksaktësisht 15 vite nga krimi shtetëror i 20 janarit, do të zhvillohen edhe omazhet dhe do të kemë mundësi që kush dëshiron të ndajmë mendimet së bashku për të themi a do të bëjë edhe SPAK drejtësi për këtë ngjarje dhe mbi të gjitha a do të gjejë SPAK edhe fajtorin politik të kësaj masakre. Do të ndalemi edhe me zotin Kujtim Hoxha, ekspert pensioneve në pjesën e fundit të programit, por do të kemi hapësirë sepse kërkesat tuaja në fakt që kësaj periudhe kanë qenë për çështjen e pensioneve. Bonusin mujor, jo të gjithë e përfitojnë, kështu që mund drejtoni pyetje të drejtë për drejta. Parashikimi i motit, parashikimi i yve, lëvizja automitën në kryeqytet sepse sot është një ditë me shi, kështu që kemi gjithçka për të ndarë së bashku. S'pari fokusohemi çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës sotme. Pra shohim së bashku çfarë pritet të ndodhë gjatë kësaj të mërkura. Sot, duke nisur nga ora 10, do të mbahen homazhet nga familjarë të afërm, por edhe zyrtarë të shtetit për viktimat e 20 janarit vitit 2011, në nderim për atë 4 qytetarëve që humbën jetën gjatë protestës përpara kryeministrisë. Aktivitetet përkujtimore do të zhvillohen pranë memorialit, ku familjarët e viktimave, përfaqësues të institucioneve dhe qytetarë do të vendosin lule në pllakatat që ndodhen në bulevard dhe do të mbajnë 1 minutë heshtje. 20 janari mbetet një nga ngjarjet më të rënda të historisë së Shqipërisë komuniste, simboli kërkesës për drejtësi dhe përgjegjësi institucionale. Çështja është tashmë në duart e SPAK dhe ky institucion ka marrë në pyetje krerët më të lartë të shtetit që ishin në vitin 2011 gjatë muajve të fundit. Si ish kryeministrin Berisha, ashtu edhe ish presidentin Topi dhe ish ministrin e Brendshëm zotin Lulzim Basha. Shohim njëherë pasqyrën e shtypit, çfarë shkruhet në gjitha të përditshmet që na kanë mbritur në redaksi. Vjojmë së pari me gazetën Panorama, me theksoj numrin kësaj të mërkure për datën 20 janar të vitit 2026. Kemi zhvillimin kryesor në këto momente dhe do të ndalemi konkretisht. Kaosi në spital. Reanimacioni QSUT-s pa drita, si u rrezikua jeta e pacientëve. Vdekja të dënuarit, një nga institucionet më të rëndësishme shëndetësore në vend, u zhyt në errësirë mbrëmjen e sënës, ndërprerja e energjisë elektrike në reanimacionin e QSUT-s, krijoi momente paniku dhe alarmi për jetën e pacientëve në gjendje kritike, duke detyruar stafin mjekësor që të ndërhyjë me urgjencë dhe t'i transferojë të sëmurët për të shmangur rrezikun e ndërprerjes së funksionimit pajisjeve jetike. Por, cilat janë arsyet e vdekjes së të dënuarit Mihal Mërkuri, më tepër lexoni në faqen 7. Forumi biznesmeni Fatmir Hysembelliu takon në Davos kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe biseda që kanë zhvilluar shoqërohet edhe me një foto. Ecim mëtej në të tjera zhvillime të rëndësishme dhe që kanë të bëjnë me çështjet e aktualitetit. Hakerimi i SPAK, dosja që trondit drejtësinë, ish kreu i burgjeve kërkoi informacion për ministrat, 425 sulme ndaj kompjuterit të Dumanit. Pra, edhe njërë, sipas këtij materialin Panorama, 425 sulme janë bërë ndaj kompjuterit Altin Dumanit në atë kohë edhe drejtues i SPAK. Në shënjestër, dosja hetimore, 3 drejtues të lartë të gjyqësorit në dijeni interes për ministra dhe dosje sensitive, pra dosje të ndjeshme. Konflikti i interesit u sjell si durrësi tender kompanisë së burrit të Sakos. Kompensimet, lista me 3527 pronarët që marrin edhe këstin e fundit. Ecim në të tjera zhvillime, poezia si atë dhe Irma Kurti, zëri poetik shqiptar që flet në 22 gjuhë të botës. Dënimi i përkthyesit të Dantes, i frymzuar nga kleri katolik, si u ndërtua profili i armikut në dosjen e Pashk Gjeçit. Në faqen 17 mund të lexoni më tepër. Opinionet e ditës kemi në këto momente si përfundim të gazetës Panorama. Nga profesor doktor Arben Malaj, ish ministri i financave mund të lexoni, kur autokracit fitojnë pa luftë. Besim Mulej shkruan Europa nën presion dhe nga generali Piro Ahmetaj mund të lexoni. Bordi i paqes, vlerësim dhe përgjegjësi.
Këto ishin gjitha zhvillimet në Panorama. Ecim më tej, zhvendosemi me gazetën Tema. Patjetër në Tema, në dita fokus kryesor ka edhe ngjarja e 21 janarit. Dhe do të kemi mundësi që së pari të shohim gazetën Tema në foton kryesore Sali Berisha, ish kryeministër ose kryeministër në 2011 kur ndodhi kjo ngjarje. 21 janari, pas vendimit Strasburgut dhe pas vendimit gjykatës së lartë. Kush i zbaton vendimet? Pra kush i zbaton vendimet për 20 janarin, pas vendimit gjykatës Strasburgut që ka cilësuar krim shtetëror dhe pas vendimit gjykatës së lartë që i ka kërkuar SPAK të njëjtë setimet për këtë ngjarje. Kryeministri Rama ka deklaruar, gjykata kushtetuese po zhvillon një farsë për rritjen e pagave të gjyqtarëve. Ervin Saljani vë në lëvizje zgjedhjet në PD, zbulohet urdhri i Flamur Nokës, zbulohet ditari Enverit shtator 1973 për mikun sekret nga Britania e Madhe, bëhet fjalë për rubrikën Histori Dosier. Miratohen mendimet, kryetarët e ekzistues gjykatave në detyrë deri në vitin 2028. Antena brenda familjes Muli njofton demokratët pse u shty arrestimi i Ramës më 20 janar. KLG-ja kthen përgjigje për Irena Gjokën, nuk na ka ardhur asnjë shkresë. Shohim pak, do të marrim edhe një pasazh nga editoriali i ditës, qëndrimi i Mero Bazës, gazetar botues i gazetës Tema. Dëshmia ime për 21 janarin. Vetëm ky është opinion ditën e sotme. Mero Bazë ndër të tjera shkruan: "Të parin që pash duke rrëzuar në tokë, edhe pse nuk ishte i vrarë i parë, ishte Hekuran Deda, i cili u rrëzua nga tavolina ku ishin gazetarët. Më duk sikur u rrëzua sepse shtiu dikush, por në të vërtetë ishte qelluar. Mendova se ishte ndonjë gazetar, me syt nga rruga shiheshin pak çaste më vonë edhe persona që transportonin të plagosur të tjerë. Një tjetër u rrëzua para derës së kryeministrisë, ndërsa disa njerëz rrëmbyen furgonin e transmetimit të Vision Plus për t'i futur brenda." Më tepër mund ta lexoni në brendësi. Sot përshënohen 15 vite nga krimi shtetëror i 20 janarit me 4 të vdekur në bulevard. E lëm pas gazetën Tema, zhvendosemi me gazetën Dita. Edhe në gazetën Dita, zhvillimi kryesor apo kryartikulli ka të bëjë me protestën e 20 janarit, ngjarjen e 20 janarit. E kemi këto në ekran, pozicionojmë gazetën më së miri dhe shohim konkretisht. Kryartikulli vjen nga Adrian Thanor, që është edhe drejtori i gazetës Dita. Protesta që vrau protestën. Pra, në këtë mënyrë interpreton zoti Thanor. Protesta që vrau protestën. 20 janari, atë ditë dhe më pas. Pse ajo që quhet sot apati, në të vërtetë është refuzimi një populli që në 20 janar u vra dhe pas 20 janarit u tradhtua. Ai që dha urdhrin për të shtënë, sot kërkon të udhëheq popullin në revolt. Ai që premtoi drejtësi, bëri aleancë me shkakun. 20 janari nuk është thjesht krimi pa ndëshkuar, por plag që shpjegon pse sot populli hesht largohet dhe nuk beson. Pra ndoshta edhe një herë këtë pasazh, ai që dha urdhrin për të shtënë sot kërkon të udhëheq popullin në revolt, ai që premtoi drejtësi bëri aleancë me shkakun, 20 janar, gjithmonë sipas Adrian Thanos, nuk është thjesht një krim i pandëshkuar, por plag që shpjegon pse sot populli hesht, largohet dhe beson. Lexoni më tepër në faqen 3. Ecim në të tjera zhvillime. Investigimi, kush fshihet pas faqes në Facebook që publikon vdekje të reme shqiptarësh të famshëm, fitojnë miliona me klikime dhe suplemente bimor mashtrues, shpallin funerale për emrat politikës dhe të medias nga Gramoz Ruçi, Lulieta Bozët e Enkel Demi e të tjerë. Vëzhgim kur një apartament në Tiranë kushton më tepër se vila e Benetton në Itali. Pra kur një apartament në Tiranë kushton më tepër se vila e Benetton në Itali. Pse janë rritur kaq shumë çmimet dhe kush do ta paguajë faturën kur fluska e pronave të shpërthejnë. Në brendësitë gazetës Dita, po ashtu mund të lexoni: ndikimi i kamjes, humnera e pabarazisë, shifrat e një raporti. Çfarë dihet deri tani për bordin e paqes, pyetjet dhe habit. Kemi rubrikën e shëndetit, jemi ende me gazetën Dita, rrëfimi, unë jam neurolog dhe nuk i ha kur këto 4 ushqime. Disa ushqime jo shumë të njohura, të cilat duhen shmangur pasi dëmtojnë trurin. Deklarata ministri me sa nis llogaria për pensionet në Bankën e Shqipërisë.
pranë zjarit, pse tregu pranë 5 majit është në rrezik. Kemi edhe dy zhvillimet fundit për gazetën Dita. S'pari do të shohim analizë, çfarë do të thotë deklarata e Sergej Lavrov se Rusia është gati të flasë me SHBA-t për Ballkanin, çfarë skenarësh konkret mund të hapen për Kosovën dhe cili do të ishte roli i Shqipërisë. Së fundmi, por jo për nga rëndësia, në gazetën Dita nga Fatos Tarifa mund të lexoni 10 parashikime për ato që s'dim, për ato që nuk i dim, nga bordi i paqes tek NATO, Bashkimi Evropian, Kina dhe Shqipëria. Pse duhet fillojmë të mendojmë qysh sot për mundësinë e shpërbërjes Bashkimit Evropian? Të kemi një plan B në mënyrë që të mos gjendemi të papërgatitur dhe të disavantazhuar nesër si vend, por edhe si kom, pra edhe si kom shqiptar. Përfunduam edhe gazetën Dita, ecim më tej me një rvjojmë pasurinë shtypit pa humbur kohë patjetër me gazetën Telegraf. Është e radhës dhe s'pari do të ndalemi tek kryeartikulli i numrit të kësaj të mërkure për datën 20 janar të vitit 2026. Kemi gazetën Telegraf në ekran. Prokuroria vulos çmontimin e Irena Gjokës. Është dënuar në Greqi për 3 vepra penale. Prokuroria e Përgjithshme ka përfunduar pas gati 2 vitesh verifikimin e gjyqtares Irena Gjoka apo Irena Shpata apo Irena Maneko, le të themi me 3 mbiemra në total, duke konfirmuar se gjyqtarja Gjoka, që gjykon dhe burgosi liderët e opozitës shqiptare, është e dënuar me burg në Greqi dhe është dëbuar për falsifikim të pasaportës dhe vizës. Prokuroria e Përgjithshme i ka kaluar dosjen e timore KLG-s, ndërkaq SPAK-u ka refuzuar që të japë një informacion për hetimet. Përgjegjësia do të shtrihet deri tek organet e vettingut, Sokol Çomo, Mimoza Tase dhe Genta Bungo, Krushqit që celebruan kalimin e ëmbël të Irena Gjokës në organet e vettingut në KPK në KPA, ku njëri paguaj nga Soros dhe tjetra ish mësuese e marksizëm-leninizmit me mesatare të falsifikuar. Më tepër lexoni në faqet 2 dhe 3. Babzia me naftën, Alpetrol zbaton rekomandimet vetëm në letër. Në realitet mungojnë 14.4 milion dollar të ardhura nga nafta bruto. Rrethohet Manastirliu, BKH-ja kontrollet e Kortaku i vjetër Çullhaj i Genius Lab për shkelit në skemën e laboratorëve edhe gjatë pandemisë. Reportazh nga Sefer Pasha, dikur Shishtaveci lulëzonte kishte mbi 2000 banor me 500 shtëpi dhe tokat punuara, sot banojnë vetëm 12 të moshuar, pra në fshatin e njohur të Kukësit në Shishtavec. Aktualitet, avokat Arben Langozi. Politikanët tanë bëjnë jetë luksoze, janë aksionerë në call centera dhe rrjetet korruptive. Shqyqyri Dekavelli, krimi organizuar dhe inteligjenca artificiale, shkeljet si një duopol i fshehtë dhe në hetim është vënë kompanijat celulare. Partia Socialiste, Rama, gjykata kushtetuese po zhvillon një farsë për rritje page të gjyqtarëve. Ku vendi do të hap një televizion, Media Hub do të kushtoj 500.000 euro. Ministri Malaj, ndryshimet në buxhet rrisin mbështetjen sociale. Ecim më tej, drejtësia, shkëlqimi dhe rënja e Dona Gaçit në thonjza. Burime pranë sistemit të drejtësisë deklarojnë se prokuria e posaçme ka përfunduar hartimin e masës së sigurisë ndaj Angela Gaçit dhe se fleta e arrestit konsiderohet gati për firmosje. Ndërkohë, sipas njëjtave burime, Agaçi është larguar nga territori i Shqipërisë në një moment kritik të hetimit. Emri i Agaçit del edhe në hetime të tjera që lidhen me tendera sekret dhe kontrata të teknologjisë për fshirë procedura të akshit. Ky është një tjetër zhvillim gazetën Telegraf. Vijojmë po ashtu profesor Josif Papagjoni, zëri i Fatos Selës, spa i voglit, Kullës dhe teatri Fierit, nuk harrohen 2 generalët që Sela luajti me Agim Qiriaqin tek pra tek generali ushtrisë së vdekur dhe Avni Rustemin tek 2 krisma në Paris. Mozaik të aktualitet, mjekësi, sa vjeç është zemra juaj, zbuloni faktorët që dobësojnë para kohe, si të forconi sistemin imunitar. Sport, flet profesor doktor Artan Shyti, futbolli shqiptar është bërë më i ekuilibruar, e kishim harruar thikjen e dritave, ndodhi në Dinamo Vllaznia. Profesor Bardosh Gaçe, kapitani i Labërisë prezent kur u pre koka Lipashës. Gëzim Zilja, fshirja dhe asgjësimi kujtesës së një kombi është tradhëti. Nga Vangjush Saro mund të lexoni, kemi kaluar tek opinionet e ditës. Shqipëria nga Frynera, Hajredin Bejt Sakrani, të panjohrat e Kongresit të Lushnjës. Këto ishin zhvillimet edhe për gazetën Telegraf, ecim më tej në Panorama Sport. Në këto momente dhe menjëherë do të kalojmë patjetër tek
mediat online. Tek mediat online rrimi sparri me shqiptare.com, por kemi Panorama Sport, sparri në zhvillimin nga futbollin në vend, pra pak a shumë nga ekipet e kampionatit shqiptar. Beqiri, vllaznia e thyen mallkimin 25 vjeçar. Ish kapiteni i Kuqe Bluve i bindur, shkodranët e kanë brumin për titullin. Ekipi ka ndryshuar, Martini ka dhënë më shumë grind. Mbrojtja hermetike, kuqezint mësojnë nga specialistët, është një material apo një artikull për ekipin kombëtar. Demat, Toma, duam kupën dhe Final Fourin, penaltia më mërziti. Do të vijojmë tek i njëjti argument, sulmuesi, i lumtur që u rikthye te goli, jemi Partizani dhe çdo vit luajmë për trofe. Contreras, një gol çdo 59 minuta, kolumbiani bën namin brenda zonës. Dinamo, ka tension, Ilirdaja kërkon llogari për Mercaton, bëhet fjalë pra për trajnerin që ka tension me drejtuesit. Bardh dhe Blut, kryeqyteti si tabu, asnjë fitore për Tiranën. Dursakët e Uta merr sulmues dhe fantazist. Verde Blut, alarm në Elbasan, vetëm fitoria ndal krizën e Gnatia tetova me plan Taninis, shkëputjen kryet renditjes, flamurtari erdhi me buj, Baeten ikën pa gjurmë nga Vlora. Egjiptiani probleme vizën Skënderbeu nuk di të fitoj pa Nasër. Zhvillimin nga futbolli ndërkombëtar kemi UEFA Champions League. Rezultatet në ndeshjen e mbrëmjes së dieshme. Kairat Almaty Brysh 1-4, Bodo Glimt ka mundur Manchester City-n 3-1. Real Madridit ka fituar 6-1 ndaj Monaco. Sporting i Lisbonës ka thyer Paris Saint-Germain 2-1, Copenhagen Napoli 1-1, Villarreal Ajax 1-2, Olympiakos Leverkusen 2-0, Tottenham Hotspur Borussia Dortmund 2-0 për anglezët, Inter Arsenal 1-3. Arsenali ecuri perfekte, 7 ndeshje, 7 fitore mund edhe Interi, ndërsa Interi 3 humbje radhazi. Liga e Kampioneve, Arsenali asfalton Interin, Tottenhami leksion Borussias. Champions, Reali tenis me Monaco, ngecin Napoli dhe Paris Saint-Germain. Anglezët gjëme City të rëshqet në tokën e Holland, pra në Norvegji. Itali, gabimet nuk falen, Juventus i luan shansin e play-offit sonte në mbrëmje për ballet me Benficën. Ishte gjithçka dhe në Panorama Sport, me njerë kalojmë në këto momente me mediat online, me shumë interes për gjetur dhe për të marrë zhvillimet në korale, lajmet e minutës fundit. Kemi shqiptare.com në këto momente së pari, shfaqen zyrtare në internet dhe do të shohim krye artikullin, po e them në këtë mënyrë, më shumë duke fjalë përdoret për shtypin e shkruar, por zhvillimin kryesor. Nga Keti Banushi, në foto është Sali Berisha dhe foto nga protesta e 20 janarit e vitit 2011. 15 vite nga vrasja e 4 protestuesve përpara kryeministrisë. Syt nga SPAK për të identifikuar fajtorin politik të masakrës. Audio e urdhrave nga komandantët e gardës dhe plumbit që qëlloi Alex Nikën janë në provat kyçe. Ka dhe sondazh, kush mendon ju se dha urdhrin për qelluar mbi protestuesit? E këtë çështje do të kemë që me njerë pas pak marrim mendime të trajtojmë si temë dite me opinionet e qytetarëve. Ylli Pata, kolega gazetar, shkruan 20 janari pas Strasburgut dhe gjykatës së lartë, kush i zbaton vendimet? Eci mëtej, politik, gjyqtarja Gjoka, rezulton e dënuar në Greqi për falsifikim vize. KLG-ja bën me dije, nuk në është dorëzuar ende raporti, prokuria e përgjithshme thot, e kemi dorëzuar apo e kemi dërguar me post sekrete. Dhe së fundmi, politik, spastrimet në PD, shpërndajt udhëzimi për përditësimin e listave të antarësisë. Jashtë ata që në publik kanë mbajtur qëndrime kundër vijës së partisë. Pra nga PD-ja mund mbeten jashtë ata që në publik, në media, e në komunikime në Facebook e tjerë kanë mbajtur qëndrime kundër vijës apo linjës së partisë. Këto ishin disa nga zhvillimet kryesore në shqiptarja.com, mund të lexoni në çdo moment dhe të informoheni mbi gjithçka. Kalojmë pak me kohën ditore. Përgjetër për të marrë disa zhvillime nga rajoni, nga Kosova, ato më kryesoret patjetër dhe jemi në këto momente. Së pari, Haxhi Musa, është shantazh ajo që po bëhet me furnizimin me energji elektrike. Zgjedhjet e 2025-ës, 140 komisionerët që numëruan votat në Prizren rrezikojnë burgim deri në 5 vite, sepse mund të ketë pasur manipulim e do të rinumërohen shumë vota në Kosovë, në shumë komuna. Në këto rajone rekomandohet që të mos pihet ujë. Jashari, zgjedhjet në Kosovë gjithmonë janë manipuluar. Bahamasi heq vizat për qytetarët e Kosovës. Këto ishin disa nga zhvillimet në
kohën ditore. Kalojmë në këto momente në mediat ndërkombëtare, me interes në fakt të shumta zhvillimet në arenën ndërkombëtare dhe do të jemi së pari me Corriere della Sera, një përplasje shumë e fortë, në fakt edhe ashpër gjatë ditëve të fundit mes SBA-s, Bashkimit Evropian, mes presidentit amerikan Donald Trump edhe ati francez që është kundërpërgjigjur Emmanuel Macron. Por shumë zhvillimin kryesor, lajmin e minutës së fundit, një problem apo një avari në avionin presidencial të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Air Force One, i cili pra do të fluturonte drejt Davosit, drejt Zvicrës. Trump sot do të kishte një fjalim rreth orës 14, por Air Force One duhet kthehet pra në SBA dhe ndoshta të ketë nisjet presidentit me një avion tjetër, të shohim në farë mënyrë se çfarë do ndodh, ndërsa presidenti amerikan i pyetur për Groenlandën ka deklaruar që është e mundshme një zgjidhje me vendet europiane. Nga ana tjetër, shohim presidentin francez Emmanuel Macron dje ka folur në forumin ndërkombëtar ekonomik vjetor në Davos dhe ka mbajtur një linjë të ashpër ndaj presidentit amerikan Donald Trump në një farë mënyre pra me atë syrin e tigrit dhe këto syze që ka vendosur Macron dhe ka sulmuar për Donald Trump, ndërsa von der Leyen, presidenti i Komisionit Evropian po në Davos, ka deklaruar që është një gabim i madh tarifat që vendosin Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj vendeve europiane që nuk e mbështesin idenë e tij për të marrë Groenlandën. Nga Corriere della Sera, shumë shkurtimisht hidhemi pak edhe në La Repubblica, pak a shumë këto janë zhvillimet, por gjithmonë e theksoj që në një farë mënyrë çdo media ka edhe linjën e saj editoriale apo edhe interpretimin. Në plan të parë është takimin ndërkombëtar vjetor ekonomik në Davos. Air Force One, avioni presidencial i Trump, është kthyer mbrapsht për një, le të themi, problematik elektrike. Ndoshta do të udhëtojë edhe me një tjetër avion drejt Europës, drejt Zvicrës, dhe Donald Trump ka deklaruar pra që është i mundshëm një zgjidhje për Groenlandën me vendet e Bashkimit Evropian. Dhe nga ana tjetër, le të themi përplasja, lufta për shampanjën apo për verat franceze, dhe kjo është në fakt një linjë që Donald Trump të hakmerret ndaj presidentit francez Emmanuel Macron, duke vendosur taksime 200% shampanjës apo edhe verës franceze. Dhe nga ana tjetër, Emmanuel Macron ka deklaruar që kjo që po bën Donald Trump është një imperializëm i ri. Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore edhe në La Repubblica. Do të kemi mundësi që edhe zhvillimet ndërkombëtare që janë shumë të rëndësishme në këtë periudhë t'i ndjekim me vëmendje siç edhe kemi bërë. Në këtë moment do të shohim pak çfarë shkruan në shtypin e ditës si sot, 33 vite më parë. Jemi me 20 janarin e vitit 1993, ka rastisur ditë e njëjtë, sot jemi e mërkur. Kemi dy votimet politike në fakt në arkivën tonë, Rilindjen Demokratike dhe Zërin e Popullit. Të rëdoja pra Gazetë e Partisë Demokratike, Zëri i Popullit, votimi Partisë Socialiste. Kalojmë me njerë me pamje me Rilindjen Demokratike. Recep Qosja në rolin e avokatit e të profetit të aventurës. Zbëhet një paradoks fyes, apo zbehet një paradoks fyes, të drejtat e invalidëve të luftës për 47 vjet pa ligj të veçantë. Eci mëtej, mbëri ndihma turke, Zoti Selami u kthye në Dep, ka qenë kryetari i Partisë Demokratike në atë periudhë Eduard Selami. Ramiz Alia i lan një pjesë të borxhit në Xhmijes. Kronikë e zezë disa nga zhvillimet e ngjarjet e asaj periudhe. Kjo është faqja e parë, në fakt me pak zhvillime kryesore, por me ato zhvillime kryesore që janë trajtojnë shumë djersisht edhe në faqen e parë, jo thjesht në brendësi. Nga Rilindja Demokratike kalojmë pak në Zërin e Popullit, siç e theksova, botimin e Partisë Socialiste. Jemi në këto momente e njëjtë 21 janar 1993. Politik çmimesh apo çmimi i politikës, transparenca e qeverisë. Eci mëtej, dje në Kuvendin Popullor, kartonat e grupit të PD-s përsëri mohojnë luftën antifashiste nacional çlirimtare. Kuvendi bën dhe ndryshon ligje, por jo histori. Radio Televizioni Shqiptar e levave të Partisë Demokratike është një tjetër material. U rritsh sa më shpejt për t'ikur në Itali, uron RTVSH-ja, vëzhgon gazeta Rilindja që del në gjuhën në Gjenevë.
Ecim më tej, foto ekspozit për zgjedhjet në SBA, kështu e ka bota dhe seleksionimi partijak, deklarat e Federatës Sindikale të Pavarur të Punojësve Civil të Mbrojtjes dhe Bill Clinton, presidenti i ri i Shtetet Bashkuara të Amerikës, të ndërtojmë një qeveri për të ardhmen, jo për të shkuarën nga ceremonia, po në janar. Pra në fakt, pak a shumë në këto data 20 janar është betimi i presidentit që fiton zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse edhe ditën e djeshme Donald Trump, presidenti në detyrë, pak a shumë bëri një vit që nga momenti që është rikthyer në zyrë dhe që ka marrë këtë mandat të dytë presidencial. Kjo ishte pasqyra e shtypit, si sot 33 vite më parë, kjo ishte rubrika po hapësira në ishte një herë. Në pak reklama kalojmë këto momente dhe rikthehemi për të nisur komunikimin së bashku, do të vijojmë me shtypit ditës dhe ju. Mirë rikthyer në studio, nisim këto momente komunikimin së bashku, duke parë edhe temën e ditës. Sot pra jemi 20 janar për vitin 2026. Shënohen eksaktësisht 15 vite, le të themi 15 vite rrumbullak nga krimi shtetëror i 20 janarit i vitit 2011. E përmend diçka të tillë sepse gjykata ndërkombëtare e Strasburgut e ka cilësuar pra si krim shtetëror. Tashmë çështjen në hetim e ka edhe SPAK, përveç atyre dënimeve që janë dhënë në fakt për dy punojës të Gardës së Republikës, ish komandantin edhe një gardist vite më parë ose pas ngjarjes, po heton edhe SPAK. Muajt e fundit ka marrë në pyetje krerët më të lartë shtetit në atë periudhë. Dhe ne ju pyesim eksaktësisht, sot shënohen 15 vite nga krimi shtetëror i 20 janarit me 4 të vrarë në bulevard, ngushëllime edhe njerë familjarëve të viktimave. Ju pyesim kush mendoni sipas jush që ka dhënë urdhrin për të qelluar pra mbi qytetarët, mbi protestuesit. Garda e Republikës, Berisha si kryeministër i kohës, apo nuk e keni një mendim? Shohim pak edhe mënyrën se si është votuar, sepse për këtë çështje mund votoni në sondazh.tv kush ka dëshirë. Për hir të vërtetës, për mënyrën se si ndodhi dhe gjithçka që ka ndodhur edhe pasaj në fakt me hetimin e drejtësisë, është një nga ngjarjet më të rënda të Shqipërisë postkomuniste. Deri më tani janë 172 vota, 7.6% e tyre që kanë votuar thonë që urdhrin për të qelluar mbi qytetarët sipas tyre ka dhënë Garda e Republikës. 84.3% thonë apo mendojnë që e ka dhënë Sali Berisha, kryeministri i kohës, dhe 8.1% kanë zgjedhur alternativën, nuk e di. Mirëmëngjes, përshëndetje, marrim telefonatën e parë për sot. Urdhëroni. Bëni pjesë e programit edhe me zë dhe me figurë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje ditë mbar. Juroj, më thuaj, nuk di nëse keni diçka për 20 janarin. Po, 20 janarin dua të them që ai politikan, ai pushtetar, që vret për demokracinë. Qofsh, alo. Ju dëgjoj mjaft mirë. Qoftë edhe me premisa të gabuara protesta, për mua është kriminal. Nuk mund të vrasësh qytetarin, mund të vrasësh njeriu tënd, vllajën, për bindje politike. Ma kupton? Ju dëgjoj. Kështu që atë drejtësia duhet ta zgjidhë. Por aty ka dhe mistere tjera. Po. Si besoni se SPAK do të bëj drejtësi dhe do ta hetoj, le të themi, me gjithë elementet të plot këtë ngjarje. Përveç atij jetimi që ka bërë drejtësia. Nuk e mendoj këtë. Po, nuk e mendoj këtë gjë sepse kohëzgjatja është e madhe, ata i kanë patur në dorë të gjitha gjërat, i kanë patur mundësit për ta zgjidhur çështjen, jo vetëm atë, por shumë gjëra tjera të rëndësishme. Dhe ata tani nuk merren me gjëra të mëdha kombëtare, me hajdutllëqet, me vjedhjet, me krimet, me vrasjet, po merren me një dosje e cila, si çdo shqiptar tjetër, si unë dhe ti në vitet 90-92, për interesat tona familjare, kalojnë kufiri pa dokumenta, pa vizë, pa dokumenta, dhe marrin një dënim në Greqi, dhe prokurorisë përgjithshme nuk i vjen turp. Ata janë kurlish të plepave të gjithë, e kupton? Dhe i nxjerrin një gjyqtare, që ajo mbase s'është aftë. Dhe ajo mund të jetë e plepave, po them gjë. Si mund të heqë gjyqtari nga puna sepse ka kaluar kufirin me dokumenta të rreme. Po në atëherë kalonim gjithë shqiptarët, 4 milion shqiptarë me dokumenta të rreme ikëm. Jo, ajo rast që ju përmendni është edhe diçka që këta zyrtar kanë detyrimin ta deklarojnë.
Dhe ky rast në mos gaboj është që nuk e ka deklaruar. Nuk e ka deklaruar që po e kam diçka të tillë apo tjetër. Ajo vazhdon të procedurial gjyqësore, por nuk ishte marrë vendimin nga gjyqi. Vendimi nuk është marrë akoma sot nga gjyqi, kupton? E kam parasysh. E keni për rastin e gjyqtares Irene Zhok. Bravo. Dakor. Tjetër gjë do ta thoshja për opozitën time të dashur. E fundit fare për opozitën Kisha tënde të diçka dashur. për opozitën time të dashur. Më pëlqeu shumë ai Malsori Pardje, i cili tha doktorit të dumt shumë nga babën tim. I rekomandoj të vej të bëja dënën një herë ai Malsori dhe më duken tamam vullnetarët e Enver Hoxhës të vitit 92, 93. Me portret e nduar, kur hanim 50 gram mish në muaj, turpi madh. Dakor. Faleminderit. Tani filloi pastrimet brenda partisë dhe të lutem shumë, edhe një sekond. Po. Me pastrimet që po fillon brenda Partia Demokratike, të garantoj që ne 30 deputet kemi të garantuar. Mirë, dakord. Faleminderit, përshëndes për telefonatën, marrimi tjetër opinion, bëuni pjesë e programit edhe me zë dhe me figurë në aplikacionin në WhatsApp, pra në 069 60 13 649. Mirë mëngjesi. Përshëndetje. Në përgjithësi mirë, të uroj një ditë të mbarë, megjithëse kështu pak me grip e tjerë, po. Po, dhe me grip, tani janë virozat, do t'i kaloj robi. Më thuaj, patjetër, nuk është plagë plumbi. Më thuaj, po. Ti ngushëllojmë me ata për 21 janari me ta që u vranë. Po, ngushëllimet familjarëve të afërmve, gjithë tjerë, absolutisht. E bërëm parë. Ata i vrau shteti. Nuk i vrau shteti me urë të madhit. Nuk, pa unë me ti nuk besh gje. Se t'ja për shurë të vrash një, është do sot apo jo. Për qa bet, mëre. Shturë një, ka që vjetë nuk është drejtësia. Do i bëj SPAK një jetim plot me gjitha elemente, do bëj letimi drejtësinë e vërtet SPAK-u. Lëvizjet gjithë muajve të fundit janë që janë marrë në pyetje nga SPAK, edhe ish president e Republikës, edhe ish kryeministri, edhe ish ministri brendshëm. Si e mendon? Andi, do të vetëm një. Nuk ka me drejtësia SPAK asa plak. Ai ka 5 vjet aty. SPAK-u. Qa po bën SPAK-u? Se nuk e di se kush e ka vras SPAK-u, qa heti me donë? Ata janë bashkë andej. Sa plakë e SPAK-e janë komplet me kevritarë. Edhe ata vjedhin dhe këta vjedhin. Dhe këta të vrasin dhe ata vrasin. Janë bashkë me. Unë nuk kam besime të këta. Drejtësiet e ne ka marrë fund. Drejtësiet e ne se drejtësi drapi e shtonë shqiptara. Dakor. Nuk ka drejtësit. Hapur fare. Dakor, faleminderit. Sa liberi që do t'ishte prapa hekrave. Kaq. Faleminderit, përshëndes për telefonatën, ecim me një tjetër mendim dhe një tjetër opinion. Urdhëroni përshëndetje, sepse sot e kemi ndarë programin edhe për komunikimet së bashku, pra në lidhje me këtë çështje, dhe po ashtu ju bëjmë dije që më vonë do na bashkohet zoti Kujtim Hoxha, që është personazhi më i kërkuar gjatë kësaj periudhe edhe në programin tonë, kështu që mund t'i bëni pyetje drejt për drejta. Mirë mëngjes, përshëndetje, pozicionoj pak më mirë telefonin, po ku qënke me kapuçe, me të gjitha, me mirë mëngjes. Në Shqip për jashtë, për Shqip, për në shtëpi, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Poziciona e gjeta pozicioni. Po, ja, mirë. Po pse në Shqip, po? Do shkoj jo, nga shtëpia do shkoj në punë, se ka do punoj. Po, shumë mirë bëmë dhe të lumshin duart edhe mendja, po merr dhe çadër. Më thuaj. Çadër s'më nesër. Unë po tepër po bëni përshtypje, Andi, para 7-8 ditësh nuk e di një gazetare, një gocë, tha që për dje që Rama do t'ikë në Amerikë dhe do arrestohesh. Këto gazetarë. Po, e kam dëgjuar edhe unë e kam parë tjere. Jo, unë e kam parë në direkt në, po të them edhe tek cili televizion, ja ka thonë kjo gota. Po mirë, një gazetar, kjo do të jetë gosere, po do të ketë 2 burime që të thot një lajm. Po nga e mori një burim, po burimi 2. Pra, kjo ban përgjithësi për këtë pjesë. Okej, dakor, se është kolege, nuk është edhe këtu, kështu që tani secili gjykon vetë. Jo, është, unë gjykoj si ashtu të më shikues. Po, prandaj po them, është kolege e imja, nuk është këtu që të të përgjigjet, të të sqarojë etj, kështu që më thuaj, ke diçka tjetër, temën e ditës apo diçka tjetër? Një për temën e ditës. Tani,
Iku... Që me votë nuk iken, por me qa iken Saliu? Saliu iku me luftë, të mëndje kaj. Pra, çdo stet demokratik shkon vetëm me votë, nuk shkon asë një tjetër, kush po patë atë njerëzit pramë, atëherë do votosh, po gjithë të protestat, kudo që bëhen, flasë vetëm, nuk bëhet nga partitë. Vetëm në Shqipëri shikoj që bëhen nga partitë. Nuk proteston partia në për... Dakord. Mirë. Faleminderit. Bëhen proteste masive, bëhen. Faleminderit, përshëndes për telefonatën, punë të mbarë, sepse edhe linja sinjali, le themi, i bisedës së fundmi nuk ishte fort i mirë. Mirë mëngjes, urdhëroni. Urdhëroni përshëndetje. Marrim një tjetër opinion për temën e ditës e jo vetëm. Mirë mëngjes. E theksoj edhe që në ndjekin, sepse ka një interes madh edhe me drejt që edhe tek pensionet do të fokusohemi shumë gjatë ditës sotme. Ju dëgjoj me vëmendje, ditë mbarë ju uroj. Mëngjes Andi. Mirë mëngjes, këtu jam, më thuaj. Është dita më e zezë për shqiptarët. Kur 4 protestues u vran nga kriminali Sali Berisha. Dhe u plagosën 30 tjerë. Pasi ka mundësi më ky njeri më burr. Pasi shkojnë jemi vuj lule aty ku e vrata personet. Pasi s'ka turp ky, pasi s'ka turp ky Andi. Pasi s'ka turp ky njeri të vras 4 vetë me dur në gjepa. Dhe më smaj përgjësi faktën morale, me thonë të familjet, më falni më burr, më falni se më prend bes shokët. Pa kaq nuk mund ta bëjë ky person. Nuk e bën Andi sepse ky e ka bë vetë me urdhën e tij. Se mos ai kishte bën me urdhën e tij, do kishte bën faljen ai. Pa e ka bë vetë me urdhën e tij. Po ky ka vrarë në 91, ky ka vrarë në 96, ky ka vrarë në 97, ky ka vrarë në 10, ky ka vrarë në 1, ky vrarë në trepuje. Po më buni dhe, po një vrasje këtu, një vrasje, nuk vërtetohet me zotri që na plasi ky njeri. Zotri, këtu e kisha pyetjen. Zotri, këtu e kisha pyetjen. Tash më sytjen nga SPAK. Po heton SPAK, e ka marrë në pyetje edhe kryeministrin e saj kohe, edhe presidentin, edhe ministrin e brendshëm të saj kohe etj. A besoni se SPAK, por dhe gjithë elementet, komponentët, do ta hetoj, le të themi, nga fillimi në fund, edhe do të bëj drejtësi? Nuk besoj këtë SPAK, për derisa Sali Berishën e le të livadhis, unë nuk kam besim fare, nuk kam besim. Ata familjarët e tyre shkojnë ngujohen aty para SPAK-ut, aty të ngujohen, bile do të këndën e shqiptar atje, të ngujohen me ty derisa të dalë vërteta, sepse të vrasësh 4 vetë. Me dur gjepa, kjo është me kabrëllik, kjo është poshtësi. Janë vrarë me dur gjepa në bulevard më zotëri, janë vrarë 4 vetë, kot si koti, duke pa, duke shiku, duke procesu. Si vitën njerëzit më, si vitën një, po ka s'man përgjësi. Ky do të baj përgjësi tronë, penal, mirë pafshim. Faleminderit për telefonatën. Mirë, në këto moment dhe shkutemi pak shkurtimisht në një këshill shëndetësore, mjekësore, me shumë interes, patjetër, për gjithë ata që kanë probleme me prostatën. Zgjidhja ideale perfekte, absolutisht është prostatol kompleks, është një produkt që vjen nga natyroterapi. Ndiqeni edhe shembujt e suksesit dhe mënyrën se si mund të bëni tuajin më njëherë. Numri i telefonit shfaqet në ekran. Dhe rikthehemi më njëherë. Mirë, kryeministri Rama ka reaguar për 21 janarin dhe në rrjetet sociale shkruan: Mirëmëngjes. Edhe sot në 15 vjetorin e një krimi shtetëror të pashembull në historinë e demokracisë së re shqiptare, ku 4 të vrarë ende nuk përhen dot në paqe dhe drejtësia i ngjan një breshke që lutet për harres, me bindjen që sa do të vonoj drejtësia për 21 janarin nuk do të harroj, ju uroj të gjithëve një ditë mbar, shkruan kryeministri Rama dhe komenton pra në 15 vjetorin e krimit shtetëror të 21 janarit. Omazhe nga familjar të afërm qytetar edhe zyrtar të shtetit shqiptar pritet të zhvillohen sot në orën 10. Ne këtu me në parashikimin e motit me shumë interes për Shqipërinë jo vetëm për sot dhe nesër, një hapësirë me reklamë dhe rikthehemi për të vjuar me shtypin e ditës dhe ju.
Mirë, kishte pësira flesh informativ me zhvillimet e rëndësishme edhe zhvillimet të minutave të fundit që pam në këto momente. Dhe përpara se të rinisim komunikimin së bashku për temën e ditës e jo vetëm, juftoj që ndjekim pas bashku me interes dhe me kuriozitet parashikimin e yjeve për horoskopin ditor për këtë të mërkurë dhe për datën 21 janar. Dashi, në marrëdhëniet tuaja të dashurisë mund të ndjeni një nevojë të fortë për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur të fshehura. Nëse jeni beqar, dikush që ri mund të shfaqet në horizont, kështu që mbani syt hapur. Në punë, sfidat që keni hasur së fundmi do të fillojnë të zgjidhen, por kërkohet përqendrim maksimal. Financat do të jenë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Demi, dashuria mund të kërkojë pak më shumë vëmendje sot, sidomos nëse keni keq kuptime të vogla. Një bisedë e hapur dhe e qetë do të ndihmojë që të riktheni harmoninë në marrëdhënie. Buxheti mund të kërkojë rishikim, ndaj kontrolloni shpenzimet e fundit. Një lajm pozitiv financiar mund të vijë nga një burim që nuk e prisnit. Binjakët, në dashuri dita sjell ndjenja të thella dhe dëshirë për afërsi me partnerin. Nëse ndjeni distancë, është koha të bëni një hap të parë drejt pajtimit. Beqarët mund të ndihen të pavendosur, por durimi do të shpërblehet së shpejti. Një këshill nga dikush me përvojë mund të ndihmojë të merrni vendimin e duhur. Gaforja, në jetën sentimentale mund të ndjeni nevojën për të reflektuar mbi marrëdhënien tuaj aktuale. Komunikimi i hapur do të ndihmojë për të shmangur keqkuptimet. Shëndeti kërkon pak më shumë kujdes, sidomos në aspektin emocional. Një projekt i ri mund të sjellë përfitime të vogla materiale. Luani, në dashuri lidhja juaj mund të forcohet përmes bisedave të sinqerta dhe ndarjes së ëndrave të përbashkëta. Nëse jeni vetëm, mos hezitoni të përgjigjeni një ftese që vjen papritur. Kjo ditë do të jetë pozitive edhe në ambientin e punës, ku do të përfitoni edhe bashkëpunime të reja. Në përgjithësi është një ditë për të marrë vendime të mençura. Virgjëresha, sot do të ndjeni një dëshirë të fortë për të qenë më të afërt me partnerin dhe për të rikthyer pasionin në marrëdhënie. Ata që janë beqar mund të marrin një mesazh të papritur nga dikush që kanë menduar gjatë. Mos e nënvlerësoni lodhjen, pasi trupi juaj ka nevojë për pushim të mjaftueshëm. Një mundësi e re për të kursyer para mund të paraqitet në mbrëmje. Peshorja, në dashuri komunikimi është çelësi një ditë të qetë. Përpiquni të shprehni ndjenjat tuaja pa u ndrojtur. Për beqarët, një mik i vjetër mund të shfaqet dhe të risjellë kujtime të bukura. Planifikoni mirë buxhetin dhe mos merrni vendime të nxituara. Sot është dita për të qenë praktik dhe të matur. Akrepi, sot dashuria mund të kërkojë më shumë vëmendje, sidomos nëse keni lënë pas dore partnerin për shkak të angazhimeve të shumta. Një darkë ose një aktivitet i përbashkët mund të rikthejë harmoninë. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të mbani një sy mbi shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Një këshill nga një familjar mund të jetë e vlefshme sot. Shigjetari, në dashuri mund të përjetoni emocione të forta dhe ndjenja të thella që do t'ju afrojnë më shumë me partnerin. Në fushën e punës do të keni mundësi të merrni përgjegjësi të reja që do të rrisin vetbesimin. Shëndeti është në gjendje të mirë, por mund të keni nevojë për më shumë pushim. Ruani qetësinë dhe mos veproni me nxitim. Britsjapi, ditën e sotme marrëdhëniet tuaja sentimentale do të jenë në fokus, përpiquni që të jeni më të kujdesshëm me ndjenjat e partnerit. Beqarët mund të takojnë dikë interesant në një vend të papritur. Mos u friksoni nga ndryshimet, pasi ato mund të sjellin përfitime të reja. Një propozim i ri profesional mund të vlerësohet me kujdes. Ujori, në dashuri mund të ndjeni nevojën për më shumë liri dhe hapësirë personale. Diskutoni hapur me partnerin për këtë. Ata që janë vetëm mund të kenë mundësinë të njohin dikë që ndan të njëjtat interesa dhe pasione. Një investim i vogël sot mund të sjellë përfitime në të ardhmen. Mos lejoni që shqetësimet e vogla t'ju prishin humorin. Peshqit, sot në dashuri ka gjasa të përjetoni momente romantike dhe të veçanta me partnerin. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e ditës tuaj. Shëndeti kërkon kujdes, veçanërisht nëse keni tendencë të stresoheni lehtë. Mos harroni të ndani kohë me familjen për të rikthyer balancën emocionale.
Jam në studio, vjojmë komunikimin së bashku për temën e ditës e jo vetëm dhe pas pak do të kemë mundësi që të diskutojmë gjithësisht edhe për pensionet me fokus pyetjet dhe ato paqartësi që ka secili për ju, sepse bonusi apo kompensimi që nis nga janari dhe një pjesë le themi e kanë marrë pensionin dhe do të thotë që jo të gjithë e kanë marrë, por nga ata që e kanë marrë, ka nga ata që nuk e kanë marrë, ka nga ata që e kanë marrë le themi sa për të plotësuar tavanin që është vendosur nga qeveria dhe jo të plot siç deklarohej dhe siç është shuma për kategoritë të caktuara. Kështu që mund të bëni pyetje drejt për drejta, më njëherë pas pak do të mbashkohet zoti Kujtim Hoxha. Ndërkohë kemi temën e ditës në ekran dhe marrim telefonatën e radhës. Sot përshënojmë 15 vite nga ngjarja e 20 dinarit me 4 protestues të vrarë në bulevard. Ne pyesim sipas jush kush mendoni se ka dhënë urdhrin për të qelluar mbi qytetarët. Mirëmëngjesi, urdhëroni, kemi një bisedë me ato që po kuptoj me video call përmes dhe me figurë, edhe kjo është mënyra më e mirë e komunikimit. Përshëndetje, të lutem, pozicionohu pak në qendër të telefonit se nuk po të shohim fare. Mirëmëngjesi, nuk di tavani i shtëpisë a ku ndodhesh. Mirëmëngjes, përshëndetje, na dëgjoni? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë, do të marrë telefonat tjetër, nëse... Përshëndetje. Mirëmëngjes. Më dëgjon. Mirëmëngjesi, më dëgjoni. Përshëndetje, ndoshta vërtet nuk më dëgjon, po nuk e di, ta rikuperojmë diçka. Se zotëria është pozicionuar më së miri, nuk dua që Tani më erdhi zëri. Tani të erdhi zëri, po shqyr, shiha telefonin. Përshëndetje, më thuaj. Do Andi, doja të merja kur të vinte ai pensioneve. Për pak do vi. Ke ndonjë mendim për 21 janarin tani kështu rastis, ja për pak do të vi. 21 janarin unë jam dakord me ata parafolësit i ka vrarë shteti, se shteti pse nuk vrau atë kriminalin që goditi policët partije, ai që iku në burgu, i burgosve, ai kriminali, ai desh vrarë. Për mendimin tim. Po? Në vret ata që ven protestojnë atje që janë jashtë gardit, se po të hyni brenda gardit, hajde des. Për zotin Hoxha, çfarë pyetje e kishit? Po unë, siç kam thënë, kam punuar 44 vjet me 3 turne. Tani pse kam punuar 44 vjet unë, më falni që do bëj. Dhe juve keni punuar 15 vjet dhe pasaj të tjerat i keni në të zezë dhe keni pension të ullë. Tani mua më privohet, nuk më jepet ai bonusi. Po kjo të kuptoj, kjo nuk është pyetje për zotin Hoxha. Ju merrni shumë mirë që keni punuar, që keni kontribuar, e merrni pensionin mbi 40.000 lekë, pra mbi 400.000 lekë dhe qeveria, kjo është pyetje për qeverinë. Pse ka vendosur tavanin 400.000 lekë? Kjo është pyetja juaj. Edhe pyetje tjetër do i bëja këta, që torritorët e oficinave të prodhimit punonin me 2 turne. Po? Marin status, nërsa uzina mekanike që punonde në tunel, punonde me 3 turne, nuk merë status. Është një lloj si ka ai që pjek bukën në shtëpi të marrin status, ndërsa ai që punon, që pjek bukë për qytetin, nuk merë status. Okej, të kuptova. Mirë, faleminderit. Faleminderit të përshëndes, marrim edhe një tjetër opinion. Urdhëroni përshëndetje, diskutojmë për 20 janarin. Zotje tem, po ku në kape mos e the, do flas dje the, do flas edhe sot, jemi në komunikim, unë di që merakun e ke tek 20 janari, të lutem të dëgjoj. Ç'më thua? Andi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ditë mbarë të uroj. Të lutem, mos më ndërpre. Po tani jemi edhe në televizion, mos shpërthe, mos... Brënda etikës programit ti e di, nuk të ndërpres. Sot është dita e dëshmorëve të Zhiverit, të Faikut, të Hekuranit, të Aleksit dhe familjeve të tyre dhe televizorit tuaj të paktën i pakapur nga non grata duhet vetëm për këtë ditë të merret. Jo me problemet të tjera, me gazeta, telegraf, ajo panorama e Saliu. Të dëgjoj. Prandaj më lejo të flasë, të lutem. Po. Për 365 ditë kjo myndzyrë e Saliu që bëri në 20 janar 12
do kujtohet në breza për të 3 milion shqiptar nëse drejtësia nuk vendos drejtësi. Prandaj, Alfred Sheu që ka dosje në 21 janarit dhe ai Altin Dumani dua të merret zvarr nga SPAK-u, nga socialistët. Haramu qoftë Edi Ramës dhe 83 deputetëve socialistë që kujtojnë vetëm 21 janar të çdo viti. Ai SPAK nuk e SPAK, po e shkapsi Sali Berishës. Prandaj ky prokurori i ri, Klodian Brau, nëse nuk vendos drejtësi për të arrestuar kriminalin e shekullit Sali Berisha, duhet të shporet dhe ai nga SPAK-u. Nuk ka drejtësi në Shqipëri nëse nuk vendoset 20 janar dhe gërdesi i Fatmir Sali Berishës. Dakor, mirë zotri. Zotja tem, dakor, të kuptova, të falenderoj, nuk ju ndërpreva, shumë shkurtimisht me një tjetër opinion dhe më pas pak në shqiptare.com do t'jemi. Po përshëndetje, mirë mëngjes, kemi një tjetër opinion, besoj për temën, urdhëroni zotri. Tunja tjetër nga Italia. Mirë mëngjes, ju përshëndesim, dëgjojmë me vëmendje. Lutem nëse keni diçka për temën, pra për 20 janarin, nuk di ç'ju thotë ju kjo ngjarje, kjo datë. Për 21 janarin kuptohet që e pam të atëherë me zemë me figurë që ata të ndjerë të vranë me dorë në xhepa, as me armë, as me gjë. Dhe si për kontrast të kësaj, Saliu për herë thotë që shteti të vret të bën, po prek institucionet. Po mirat Sali Berishën në 98-ën, pse nuk e prekën ata me tanke, me ato blinda që edhe këtë e kemi parë. Grushti shtetit, nuk e di, janë ndartë të ndryshme që kjo, edhe në Kalamaj vogël e di këtë punë. Tjetër, ai thotë që i vrau shteti pa dashja ndaj këtej. Në Partinë Demokratike, ne kemi vite që po e shikojmë këtë punë, asnjëri nuk merr frymë pa lejnë e Sali Berishës. Prandaj janë brojë shkulla ato, nuk i ha as dreqi. Dakor, zotri. Mirë, diçka për ta mbyllur, lutem se jam pa ngushtë me kohën, vetëm kjo është arsyeja. Do them shkurt. Tjetër do them që mira i vrau, po këta qeveria shteti nuk arriti ta çojë këtë çështje në Strasburg, vetëm një familje arriti ta bëjë dhe shteti nuk kishte forca. SPAK-u, do bëj drejtësi, tashmë le të themi është në duart e SPAK-ut. 15 vite më pas etj etj ka marrë në pyetje zyrtar krerët e shtetit asaj kohe, si mendon? Unë kam folur edhe herë tjetër, unë si qytetar shqiptar i kam hequr të gjitha shpresat e SPAK-ut, zero. Sepse të rri Saliu Vrdall, një qerre me një me kërime, ndjekje penale. E të futen ca të tjerë, kjo s'ka vend të ri. Faleminderit shumë. Kisha një gjithë vogël qofse më lejo. Ma thuaj. Ky digital jon të themi, nuk pas ka një kanal televiziv të ketë folklor, ore, shteti shqiptar ka pasur folklor. Ju kuptoj, e drejt, po tjetër gjë ajo. E bëjmë njërë tjetër diskutim. Të falenderoj shumë, sepse jam zakonisht ngusht me kohën. Ju përshëndes. Zhvendosemi pak në shqiptar.com dhe me reklama do t'jemi. Zhvillim kryesor në shqiptar.com, faqen zyrtare në internet. 15 vite nga vrasja 4 protestuesve para kryeministrisë, syt nga SPAK për të identifikuar fajtorin politik të masakrës, audio e urdhrave nga komandantët e gardës dhe plumbi që shëlloi Alex Nikën provat kyçe. Ka edhe sondazh, mund t'jepni mendimin kush e dha urdhrin për qelluar protestuesit apo qytetarët. 15 vite pa drejtësi, nga urdhri për qëllimin e protestuesve tek prishja e provave, të gjitha akuzat e Strasburgut për masakrën e 21 janarit të ndëshkohet zinxhiri komandues, mund lexoni dhe vendimin. Mëngjesin e sotëm pati një postim reagoi kryeministri Rama, i cili ka shkruar drejtësia për 20 janarin, pra drejtësia i ngjan një breshke që lutet për harres, 4 protestues ende nuk prehen dot në paqe. Dhe udhëtonte për në Davos, Air Force One, avioni presidenciali Trump poson defekt, kthehet sërish në SBA. Presidenti amerikan i pyetur për Groenlandën ka deklaruar po mund gjejmë një zgjidhje të mirë apo të mundshme me Europën. Zhvendosemi në pak reklama në këtë moment, shumë shkurtimisht edhe rikthehemi do të bashkohet zoti Kujtim Moxha për diskutuar për pensionet dhe për këtë bonusin mujor.
Jam rikthyer në studio, vjojmë programin Shtypi i ditës dhe ju në këto momente do të diskutojmë për pensionet, bonusin apo kompensimin mujor, që ka kufizime. Ende jemi në ato pyetjet që kush përfiton e kush jo dhe mbi gjitha sa përfitojnë. Këtë do të diskutojmë në këto momente. Si që bëra me dije që në hyrjet programit që në orën 7 më është bashkuar në studio zoti Kujtim Hoxha, ekspert për pensione. Zoti Hoxha, mirëmëngjes, faleminderit shumë e vlerësoj që jeni në studio. Shumë kërkesa, shumë pyetje gjatë gjithë javës, në fakt sepse ne edhe të mërkurën e kaluar ishim së bashku, ka ende pa qartësi, pak kënaqësi, unë patjetër këtë e theksoj sepse jo të gjithë e përfitojnë. Përpara se të marrim telefonatat në studio, që më njëherë i ftoj ata që kanë pyetje të bëjmë pjesë e programit dhe t'i drejtojnë drejt për drejt zotit Hoxha. Shumë shkurtimisht do t'ju pyes, le të themi nga mërkurë e kaluar deri më tani. Ka shumë qytetarë që ju pyesin që janë ende të paqartë, që janë ende të pakënaqur, pra çfarë mund na thuash? Patjetër që gjatë kësaj kohe ka qytetarë që kanë marrë pensionin dhe kanë parë edhe rezultatet e këtij vendimi. Po më shqetësuese është për ata që se kanë marrë dhe nuk e dinë se ku futen. Sepse është krijuar edhe një tymnaj, po themi, sepse njerëz të ndryshëm edhe nëpër studio nuk e japin informacionin tamam. Në vërtetë është. Duhet jemi shumë të kujdesshëm në fakt se është në interes të qytetarëve që të përcjellin dhe të marrin atë informacion që ju vlen, pa i shqetësuar edhe pa i vënë në siklet, sepse në këtë mes, për shembull, nuk kanë filluar akoma të merren bonuset, pensionet e janarit ata që marrin në bankë. Kur ti marrin ata? Ka qenë ata 20-21, dje dhe sot po varet kush e ka kontrolluar. Dhe ata kanë problem, sepse në pensionin e vetë ata e marrin bruto, nuk e kanë të ndarë që ta dallojnë me sy atë pjesën e pensionit dhe sa është ajo bonusi. E kanë një çik më të vështirë. Përjashtimisht ata qytetarë që e dinë eksakt se 6.000 lekë ose 8.000 lekë ose 7.000 lekë që marrin grupe shoqërore, po nëse e marrin në bankë, ndonjëherë nuk e vënë re, sepse banka jep gjithmonë ato të plotat kur e merr me kartë dhe po, eksakt, ato bishtat mund të mbeten 10.000 lekë që se merë, që është 9.000 lekë, ajo është 6.000 lekë merë, dhe se dallon nëse e ka, nëse se ka. Me vështirë ashtu me bankë. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm edhe në sqarimet që bëjmë. E kuptoj. Varet edhe nga qytetarët, se si e japin atë deklarimi informacione. Edhe jo shumë e rëndësishme ishte japin informacione shumë saktë që edhe ju të dini tu përgjigjeni dhe t'i orientoni. Ema një kolegu dje më telefonoi, nuk ishte përfituar asgjë dhe sipas zonjës ishte pension urban me vitet e pjesshme dhe kishte masën e pensionit të fundit të 10 vit kaluar 307.000 lekë. Nuk e merë sepse ka kaluar tavani për 220.000 lekë. 220.000 lekë e marrin pensionet e pjeshme, duhet ta dinë të gjithë, pensionet e pjeshme urbane. Këtë informacioni dhash edhe unë, po... Dhe në pensionet e pjeshme, pavarësisht se sa mund të ketë punuar në dienin e vetë qytetarja, ato që janë njojtur dhe që janë të deklaruar atë që... Nëse nuk e ketë plot, e ketë pjesëm, kjo është tavani... Qoftë edhe një muaj, ka patur raste... Edhe për një muaj edhe për një muaj janë ndjekur. Vjetër si pune. E kuptoj. Mirë, marrim besoj telefonata. Marrim telefonata, për jës vërtetës shumë edhe gjatë kësaj jave keni bërë pyetje, më mënyra me mirë. Është drejt për drejt, në fakt, me zotin Hoxha. Urdhëroni përshëndetje. Mirë mëngjesi, përshëndetje, nëse keni pyetje për bonusin ose eksaktësisht kompensimin që jep qeveria. Mirë mëngjesi, zonjë. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam një pensioniste që tani sa kam dalë në pension, po dua të flas. Kam 10 vite punë, kam qenë normiste në kooperativë, a më njife apo jo? Kooperativat përbleshin me ditë pune atere. Po? Përshëndetje, o Denis. Kooperativat përbleshin me ditë pune atere dhe mua dua ta di, a futem në këtë, në llogarit tjetra, po paguajmë si punëtore. Atëherë është shumë e rëndësishme që në informacionin tuaj, zonjë të deklaronit dhe të tregonit se sa vite pune ke gjithsej, pjesën tjetër, veç asaj të kooperativës, se me 10 vjet nuk del në... Po?
33 vite pune, jam me pension të plot. Atëre Kam 30 vite e ca muaj kam në mjekësi dhe atëre kam që normiste në kooperativë, po ne shpërblesi me e kuptova atë pyetjen, juve pavarësisht se keni punuar në kooperativë, kuadrët gjithmonë emëroshin nga Komiteti Ekzekutiv, pra ke vendim emërtimi, të cilën ti e ke marrë dhe titullin normiste ose ekonomiste për punin që ke berë, dhe pavarësisht se punonit me ditë pune në kooperativë, si pas këti regulli, ju jeni shpërblyer me 50% nga shteti atëherë dhe 50% me të ardhurat e kooperativës. Kështu quhet dhe quhet punë shtetërore. Gjithë vjetërsia e punës që ju keni patur në historinë tuaj kontributive, zgjidhet punë shteti. Pra, pensioni juaj është i plotë dhe nëse është më pak se 20.000 lek, juve përfitoni bonusin për 18.000 lek. Nëse kaloni me ato llogaritë, ato tavani që ka vendosur qeveria me 20.000 lek, nuk fitoni asgjë. Po zonë, ju keni dalë, keni marrë pensionin e parë apo? Sa ju ka zënë pensioni për të? Urdo? Unë kam 375, po nuk jam dakord me ça koeficienti më llogaritur, se mirë, shiko. Jo, mos ngatroni gjërat e tjera, shiko. Ja dëgjoni pak zotin Hoxha, të lutem, që të marrim dhe me që ke qenë edhe ekonomiste, pra e fushës, po themi, pavarësisht kësaj juve keni nuk keni njohuritë për të shikuar se si ka llogaritet një pension, se ka ca veçori e cila merr atë që thatë juve, nuk mund të bëhet pyetje këtu për këtë pyetje për shembull, kë koeficient më kanë marrë mua, sepse ju trajtojni me koeficientet e vitit për të cilën ju keni dalë në pension, kalkulojnë ato dhe nëse ke paqartësi drejtohet në degën e përfitimeve për të shuar, jo për bonusin. Me gjitha këto të dhëna, ju merrni bonusin për 1.800 lekësh, apo 18.000 lekësh. 18.000 lekësh. Zoti Detnis, nuk e kam të bonusi, unë dua si mund të llogaritet, dua koeficientin. Se tani në ca grupi futem. Ose ka mundësi. Zoti Kujtim, më jap një numër dhe të vete në studion e ti dhe të flas me të. Në rast se do kesh mundësi. Nëse juve dispononi fotokopjo të dokumentave që keni dorëzuar në sigurimet shoqërore, mund të vini atje. Unë kam një zyrë përballë poliklinikës numër 9 në kryqëzimi 21. Nuk e kam të bonusi. Jo, ju kuptoj, të lutem zonë, se do marrim dhe biseda tjera. Po ja thot zoti Hoxha. Si është llogaritur të marrë letrat, ti shikoj dhe të them. Po, si numër pastaj do e të shmëndi gjithë Shqipëria, po ju thot besoj ambientin edhe njëra drejtë. Rrugë Kavajës, përballë poliklinikës numër 9, mund në stacion e autobusit. Po të vini aty. Faleminderit. Zonjë, mirëmëngjesi, ecim me një tjetër bised, dhe kur them bised, mirëmëngjesi zotri, e ke marrë apo jo pensionin dhe po e themi sa të kapi, sa përfitove nga konkursimi. Ka marrë pensionin. Po, na thuaj atëre. Unë dola të vit dola pension tani, kanë qenë në kemp, edhe s'ka marrë shtesën. Po? S'ka marrë shtesën. Atëre, në rastin tuaj, kur një qytetar ka vjetërsit punët përcaktuar, ti ke individuale, gjë njeri ka individuale ato vjetërsit e punës, dhe në një moment caktuar juve jeni bërë invalid, je shpallur nga Komisioni Mjekë Ligjor si pa aftë, dhe në momentin e fundit, nëse je shpallur invalid i përhershëm, që quhet kjo, në momentin... I përhershëm që ishë për ma hojën për 3 muaj. E mirë është tjetër gjë. Po, dakor, nëse nuk ke statusin e invalidin në momentin që ju kini dalë në pension, pra në atë moment komisioni nuk të ka komisionuar dhe nuk të ka vlerësuar si invalid, ju kini dalë në pension si në gjithë pensionistët e tjerë. Dhe ju trajtojnë nëse e kini patur vitet e plota, të llogaritet... Ka fillu punë në 75-ën,
Edhe në 2007 që i bërën në kemp. Edhe 2007. Si pas kësaja, ju merrni pensionin tuaj, edhe nëse e kini pension të plot... Ka fitu dhe stazë me dhe lërgët. Mirë, nëse e kini pensionin e plot, pra, të pleqërisë, jo invaliditetin, i nënshtrojnë regullave të pensionit të plot me vitet që ke, sepse në vjetësin e punës, krahas vjetësisë që ke punuar, si vite punë zirin edhe ato që ju kini përfituar si invalid. Pra, nëse i kini... Dore pension, ty këtë edhe minek, dore pension. Sa? Sa i kini sot? 280. 280 lek. Ju përfitoni 18.000 lekshin. 18.000 lekshin? Si se mojnë të radhë, bra? Po, pikrisht ka mjaft probleme edhe në dhenjen e këtyre pensioneve, se duke patur një numër shumë të matë, rreth 730.000 qytetarë, sigurisht ben edhe gabime. Ka edhe gabime, ne për logaritjen nëse po them, është kështu si që thoni juve, është e kollajshme për të korrigjuar, do të ish në të dhenat tuaja në Albania, të kërkosh rishqyrtim pension edhe të qëtat juve, shkurtat i me një fjali. Edhe rikuperohet, sepse muaj parë që po bëhet dhe kjo në fakt. Mirë, faleminderit zotri. Faleminderit. Ju përshëndesim, ecim me një tjetër biset në studio, më mirë temi besoj me një tjetër shqetësim, sepse mjaft mirë do tjetë që edhe në telefonoj dikush që e ka marrë, që të në jap një shembull, pra edhe që me gjitha ato që përfaqëson pensioni i tij, ta ketë marrë bonusin, ketë marrë edhe atë masën më të madhe po ashtu. Përshëndetje, po masën më të madhe për 1.800 lekësh e merr ai apo ajo që ka pension urban të plot. Mirëmëngjes zonjë, ju dëgjojmë. Mirëmëngjes nona. Mirëmëngjes. Shiko, e kom burrin pensionist, ka 38 vjetë e 2 muj, ka punu teknik gjelog minjer 30 vjetë, edhe shtesën 18.000 lek, nuk e ka morë, i kanë thonë nuk i tako, se ki 235.000 lek, shtesën, du të me konë 210. Po, ja të gjojmë zotë. Ja të gjojmë zotin Hoxha. Të të gjojmë zotin Hoxha se e kuptoj, edhe me ka që informacion sa. Ka një kontradit në fakt në ato... Ja, të lutem, të gjymë pak zotin Hoxha. Në ato të dhenat që thatë juve, sepse si pas këtyre qytetari në këtë rast burit tuaj është trajtuar me pension të pjeshëm. Me pension të pjeshëm, sepse duke pato 235.000 lekë që merë ju aktualisht, nuk e kanë ven atë sepse pensionet e pjeshme trajtojnë deri në 220.000 lekë. Ky është fenomeni. E kuptoj. Nuk e dha informacionin e plot, po si pas këtyre përfitimeve që thajo dhe punës që ka kryer... Zoti Hoxha thot që bashkëshorti juaj trajtohet me pension të pjesshëm, nëse përfiton momentalisht 235.000 lekë pagesë mujore pension, kalon atë tavanin e vendosur nga qeveria për 220.000 lekësh dhe prandaj nuk e përfiton atë 8.000 lekëshin të vjetër në muaj. Nëse kini... Se përfiton, a? Po, sepse kalon tavanin. Si pas këtyre të dhënave që ju në dhatë, apo në thatë. Po, zoti Hoxha? Nëse ka në vjetër si pune më shumë, dhe ja ka në... 38, thot, zonja, po... 38 vjetë, kur ka dalë? 38 vjetë, kur ka dalë në pension? Qfar viti? Kur ka dalë në pension? Kur jo dalë? Qa viti? Qfar viti? 2000... Qfar viti? Të ludem, qfar viti? 2014 kujtaj. 2014. Në 2014 atëre ju duhet meni pension të plot, po shikoni mos kini vjetësin e punës, mos je klasifikuar atëre në kooperativ, se s'ka... Mos jeni klasifikuar një tjetër kategori. Mirë, faleminderit, zoj. Faleminderit ju përshëndesim. Duhen shumë të dhëna dhe duhen shumë eksakte për hisë vërtetës. Mirë mëngjes, përshëndetje, ndonjëherë edhe me 1 muaj vjetër si pune, nga pensioni plot të kaloni pjesë shumë të tjere. Mirë mëngjes, zonjë, ju përshëndesim. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes. Ju të gjojmë. Jo, uleni pak zërin e televizorit. Ju lutem, uleni zërin e televizorit vetëm përmjet telefonit, sepse
Nuk do të merremi vesh fare ndryshe. Ju përshëndesim edhe ne, ju dëgjojmë. Dëgjoj tash, unë jam një punojse që kam punuar në uzinën mekanike të Poliçanit. Po. Edhe kam punuar në zonë kimike me lëndë plase dhe lëndë helmuse. Po. Atje dilin 45 vjeç pension. Po. Kam dalë në vitin 96. Po. Dhe kam dalë në pension të plot. Da shtuar edhe ja 4 muaj në atë kohë që kemi dalë edhe 6 si mbas ligjit, do bëni edhe 4 muaj të tjera, i kam bërë 45 e 4 muaj kam dalë në pension dhe kam dalë me pension të plot. Kurse kur hap tani ata e Albania, më del muaj që kam qenë me pension të pjesëm. Unë nuk e di se si ka dalë për pensionimi pjesëm. Jetë gjë, apo do të informacion shtesë. Si pas këtyre që ju folët, kanë qenë ti vërtet mund të kesh filluar të përfitosh në vitin 96, tha zonja. Faktikisht ka qenë 95 ajo, sepse edhe nga pamja tregohet që fitonin pension të parakoshëm në disa ndërmarrja dhe disa lloj profesioni, ata që kishin hyrë në 5 vjetët e fundit para se dilnin në pension, kishin të drejtë të zgjidhin. Edhe i mat ka punuar në këtë dhe ka dalë një lloj pensioni 44-45 vjeç. Para dilnin me 60%. Po, nga viti 2003-2004. Dhe pastaj kur plotsonin vitet e plota, bëhet llogaritje. Kështu që në këtë rast... Jo, kemi dalë me vit plotane. Ne kemi dalë me vitet të plota në pension 45 vjeç. Po pra, 25 vjetë, sa ke patre këte për të më? Sa vite këte? Sa vite punë ke pasur atere? 28 vite e 7 muaj. 28 vite e 7 muaj. Shiko, për shkak të llojit të profesionet dhe të punës që kryen, në atë kohë, si pas një vendimi 526, që ka qenë dhe që ka rezistuar më shumë kohëve, ka qenë i vitit 1958, vazhdon të jetë në funksionim, të gjithë profesionit i ndante edhe në vështirësi. Dhe edhe zonja është trajtuar me këto profesionet që janë quajtur të vështira dhe dilin para kohë. Por, në rastin konkret, nëse në Albania pasqyrohet i pjeshëm, atje duhet të zgjidh me sigurimet shoqërore, sepse kështu, si që ka në sistem, ajo, kështu trajtohet. Ju zonjë, sa pension merrni dhe keni marrë, apo jo ndonjë shtesë, apo fare? Jo, unë marrë 265.000 lekë pension dhe asnjë kokër nuk më shtuar. Nuk të shtuar. Po pra, juve trajtojni me pension të pjesëshëm, urban të pjesëshëm. Po, se pash atje të Albania online. Teorikisht, juve duhet fitonit atë me pension të pjeshëm 8.000 lekë, po ke kufizimin... Ke kufizimin 220, ju merri 265 dhe kjo është. Nuk e përfiton. Po pëse ta fitoj të pjeshëm urban dalë pension të plot? Doktora, po kjo me sigurimet shoqërore mund zgjidhet. Rivlerësim pensioni apo etj etj. Kështu që momentalisht faleminderit. Po, faleminderit. Ta që kam pension të pjeshëm. Ju përshëndes. Po dakord, po kështu konsideroj. Të falenderoj. Të falenderoj, zonjë, mirë mëgjesi, ecim me një tjetër bisedë në studio, jemi 3-4 minutat e fundit, ka shumë fakt informacione që duen dhënë, edhe shumë që duen sirruar dhe koha fluturon. Mirë mëgjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëgjes, ju dëgjojmë. Ju lutem, ulini zërin e televizorit, ju lutem, vetëm hërmje telefonit, ulini zërin e televizorit. Po, unë kam dalë në pension në shtator. Po? Në gjoni. Po, ju dëgjojmë, në thuaj. Pra, edhe marë 285.000 lekë. Po? Me 35 andi, me 35 vite punë. Po? Jam nga Patosi, jam në qytetë, do me në zona urbane, se i thonë pjo dhe rurale. Po, urbane, okej, po. Sa më shumë. Atëre, si pas informacionit që dhate, ju kini dalë në pension në shtator të vitit të kaluar, të vitit 2025, dhe ju janë nevojitur për të marë pension të plot. Nuk e digoj mirë, zotrin. Për të marë pension të plot pleqëri, ju janë nevojitur.
38 vjet e 8 muaj. Po, ju keni 30 diçka më shumë se 35? Edhe 36, edhe 37 këtë. Pra e kini futeni në pensionet të pjeshme. Pensioni pjeshme urban jeni? Urban, do të përfitoni nëse kishit të plot vjetësin e punë, këtë vjetësin e punë mirë thash, ju do të përfitoni 18.000 lekë. Duke patur nuk e keni vjetërsin e plot, jeni pjeshme. Ju kaloni në ata që përfitoni 8.000 lekë, po jo më shumë se 22.000 lekë. Pra nuk e përfitoni. Sepse keni kaluar të avani prej 220.000 lekësh. Pension urban i pjeshëm duhet merrni 8.000 lekë të vjetra çdo muaj, nuk i merrni sepse me 285 keni kaluar 22.000 lekëshin apo 220.000 lekëshin. Faleminderit edhe për një tjetër bisedë në studiot fundit. Të falenderojmë. Përshëndetje. Shumë i rëndësishëm vjetërsia për të kuptuar pra i plot apo i pjeshëm. Edhe sjaroj një për atë... Po. Doli kë, zotëri. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Desha të bëj një pyetje sot specialistit. Po. Unë kam dalë në pension. E kam pensionin e pleqërisë 160.000 lekë. Edhe kam një pension suplementar prej 64.000 lekësh. Largo pak nga telefoni, të lutem. Largoni pak fare nga telefoni. Okej, atë. Po. Dhe nuk përfitova gjë këtë muaj. A përfitoj? Ju futeni pavarësisht që përfitoni pension suplementar për shkak të punës që keni kryer dhe që janë parashikuar në legjislacion. Ju siç duket... Kam qenë ushtarak, po. Po, siç duket, nuk plotësonit vitet e plotat të punës që janë dashur në momentin që keni dalë në pension pleqërie. Dhe për këtë shkak, ju do të përfitonit një bonus prej 8.000 lekësh, po jo më shumë se 22.000 lekësh. Po. Kështu që duke kaluar këtë shumë të mbledhësh pensionin e pleqërisë dhe pensionin suplementar, e kalojnë atë 22.000 lekëshin, prandaj dhe nuk keni trajtuar me bonus. Faleminderit, zotri. Faleminderit, keni kaluar atë tavanin e vendosur nga qeveria. Zotri Hoxha, sa shumë ka djegur ky tavani 22.000 lekë të këto pensionet e pjesme? Shumë. Shumë kufizim. Pensionet e larta e ka preashtuar të gjithë. I ka preashtuar gjithë mbi 40.000 lekë. Po edhe ky pjesë i ka djegur shumë. Edhe familjarët, kush kalon 18.000 lekë. Kush kalon 18.000 lekë. Shumë tavane të ulta të vendosura. Tavani shumë i ulët. Është një problem me nënat me shumë fëmijë, sepse nënat me shumë fëmijë duke pasur 30 vjet pune, këta e quajnë të pjesëm. Faktikisht, është një nëna ti, duhet ta pavarësisht ashtu. Me sekona se gjithën e nuk u përgjimi do të, ata që kanë mundësi, kanë paqartësi, nuk në kapin do të nëse kemi shumë telefonat dhe shumë kërkesa, edhe njërë adresën, se numri telefonit është do të të shmëndin, nuk e di, po dhe adresën, ku mund të gjenë ata që kanë mundësin e Tiranës. Unë e kam adresën në kryqëzimi 21 dhjetorit, pa dalë në kryqëzimi, duke erdhur që nga lartë, në stacioni autobusit përballë poliklinikës numër 9, e kuptoj. Në rrugë. Zoxha, faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju që në ndoshët dhe që bët pjesë e programit, që ndroni me Report Televizion, shtypi ditës dhe ju përfundon në këto mende, vjoni me rëzet djeli ju, roj shikim të këndshëm.